po fatkeqësisht gjenia femërore ka tendencë më shumë më merr me njëri tjetrin, më merr me fjalët për dikën tjetër. Njerëzit që merren me thashë theme ndihen të rëndësishëm kur din diçka për tjetrin. Edhe thjesht ushqehen me ta. Po është shumë e rëndësishme me ditë që njerëzit që nuk janë mirë me veten e tyre, që nuk ndihen mirë, që kanë probleme, që nuk janë të përmbushën, ata thjesht ndihen mirë kur flasin për tjetrin. Sepse një njeri që është mirë, i ka punë të veta, jep prioritet edhe rëndësi punëve me cilat a jeton, nuk ka kohë mirë me tjetrin. Zakonisht njerëzit që rrinë, megjithëse edhe ata që punojnë, po njerëzit që rrinë, që kanë kohë më mirë me tjetrin, jo me punë të veta, ata nuk është që kanë punë mas miri. Po thjesht nuk po ecën puna atyne, edhe ata do të më bëjnë diçka për me kalu atë monotoninë edhe merret me tjetrin. Po prandaj tham që nëse na isha marrë secili me punët tona, e kishim lënë tjetrin qetë, është thjesht puna tjetrit, pse na do të më ndërsu për tjetrin kaq shumë? Merru me veten. Tieni të bindun, krejt ata që merren me thashë theme, me përgojime, nuk i kanë punët mas miri, sepse ai që e prioritet dhe rëndësi punëve veta merret me të vetat. E na si njerëz që kena punë të kryen e krejt, sepse dynjaja s'ka mbaruar, na çdo ditë kena punë, obligime, përgjegjësi, sene, po derisa na kena kohë mirë me tjetrin, i kemi lënë tunat mbrapa.